Shëmbja objekteve në zonën pas katedrales në qytetin e Lezhës i ka hapur rrugë ndërtimi të qendrës së moshës së tretë me kuzhinë ditore, si dhe krijimi të mjediseve atraktive për qytetarët. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Dreu, inspektoi ndërhyrjet që po realizohen për largimin e inerteve dhe ju përgjigj pretendimeve të banorëve dhe akuzave politike, ku tha se kjo hapësirë dhe godina kanë qenë në pronësi të bashkisë dhe është vepruar konform ligjit. Ai shtoi se është ofruar bonusi i qeras 13 familjeve, të cilat gjithashtu do të jenë pjesë e programit të strehimit. Jemi këtu te vendi ku ne po punojmë, siç e shikoni. Këtu do ndërtohet qendra moshës tretë me një kuzhinë ditore për shtresat e nevojë. Është një kompleks i cili nuk ka shoq në Shqipëri. Ndër donacionet më të rëndësishme që ka marrë Bashkia e Lezhë. Dhe normalisht ky shesh është pronë e Bashkisë Lezhë me hipotek. Godinat janë pronë e Bashkisë Lezhë me hipotek. Kemi plot një vit që komunikojmë intensivisht me banorët, pakën 5 herë jemi drejtuar me shkresë, i kemi përgatit, ju kemi afruar alternativa, bonusin e qeras, kreditë e buta kush plotëson kriteret, dhe kemi një alternativë tjetër, se shumë shpejt ne firmosim me fondin me endin e banesave, ndërtimin e një pallati, ku normalisht do akomodohen, do japën përparësi akomodimit të tyre. Kjo do ketë pjesën e vet shumicës lulishte, por që do jetë edhe qendrën e moshës tretë me kuzhinë ditore. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Dreu, tha se transformimi i kësaj zone do të përfundojë brenda vitit 2027 dhe punët për zhvillimin e qytetit nuk do të ndalen. Kjo nuk është çështje politike, kjo është çështje zhvillimi. Kjo është çështje zhvillimi, është strategji zhvillimi e këtij qyteti që më në fund, siç e shikoni, ne kemi futur në rrjedhën e një zhvillimi të qëndrueshëm ku ne po prekim disa aspekte të cilat në fakt kanë qenë njoll në zhvillimin e këtij qyteti. Përveç kësaj, e shikoni gjithë sistemin e kanaleve të urave të zeza, bardha, kemi sistemin e rrugëve, 40 rrugë që do vim me njëherë, po bëjmë projektet e sjanistikës horizontale vertikale, të lulishteve, pra do bëjmë një qytet të jetueshëm, një qytet që ju shërben shtresat ndryshme të popullatës. Pikërisht për këtë nuk e shoh të arsyeshme as ta konsideroj, domethënë lajthitjet e politike të askujt, keqpërdorimet politike të askujt dhe as shprehjet emocionale me terminologji kështu nga këto që unë nuk është e parë që i dëgjoj, por që në fakt në politikën e zhvillimit nuk ndalem absolutisht. E rëndësishme është që brenda 2027-s do të jetë. Pas shëmbjes së objekteve në zonën pas katedrales, Bashkia Lezhë po vjon punën për largimin e inerteve, proces i cili pritet të përfundojë brenda pak ditësh për t'i hapur rrugë investimit për ndërtimin e qendrës së moshës së tretë.